Zonja dhe zotëri, mirë se vinin Klubin Sportiv. Unë jam Drilon Xhepollari dhe në minutë vazhdim do të jemi së bashku për të folur për Kupat e Europës. Sonte në mbrëmje, Dinamo luan një ndeshje shumë të rëndësishme kundër Aluminit për llogaritë të turit të dytë kualifikues të Conference League. Sfida do zhvillohet në stadiumin Elbasan Arena duke nisur nga ora 21:00. Për këtë sfidë trajneri Daja u shpreh se do të jetë shumë e rëndësishme dhe do të vendoset brenda 90 minutave. Sigurisht që barazimi në ndeshjen e parë është pozitiv, por mendoj se do të jetë e hapur edhe për 90 minutat e kthimit këtu në Elbasan. Avantazhi vetëm është se luajmë në një ambient që e njohim mjaft mirë. Personalisht kam dhe pjesën e fatit dhe të fitoreve që nga koha kur kam qenë trajneri i Elbasanit. Ne mendojmë se kualifikimi do të zgjidhet brenda 90 minutave. Duke ditur barazimin e ndeshjes së parë, mundet që të përgatitemi gjatë lojës për shtesat, por besoj se do ta zgjidhim brenda 90 minutave. Mendoj se ndeshja do zgjidhet nga episodet, kështu që duhet të kemi shumë kujdes dhe të bëjmë sa më pak gabime, se dhe goli që morëm në Sloveni ishte nga një gabim yni. Jemi të përgjegjshëm që kur ndërton nga poshtë ka dhe risk. Duhet të jemi të kujdesshëm për të fituar ndeshjen, u shpreh Ilir Daja. Ndërkohë entuziast u shfaq edhe mes fushori Qefalia, i cili duke vlerësuar kundërshtarin u shpreh se Dinamo do të ketë faktorin fush shumë i rëndësishëm për të arritur objektivin. Kundërshtarin e njohim më mirë tani, e kemi analizuar, kemi parë me video ndeshjen e parë çfarë duhet përmirësojmë dhe çfarë kemi bërë mirë në Sloveni. Do të jetë një ndeshje e vështirë sepse nuk janë një kundërshtar i lehtë, por do të japim maksimumin që të marrim më të mirën në këtë sfidë. Psikologjikisht jemi shumë mirë sepse kemi eliminuar një ekip shumë të fortë si Astana. Kishim disavantazhin e humbjes në ndeshjen e parë dhe po ashtu disavantazhin nga goli që pësuam ndeshjen e parë atje. Kishim shumë besim se do të kualifikoheshim dhe e arritëm. Edhe në Sloveni, edhe pse u mbyll në barazim, e gjithë loja ishte në kontrollin ton. Mendojmë se mund të kalojmë. Lojtarët që munguan ndeshjen e parë do të jenë pjesë e ekipit dhe janë shumë të rëndësishëm. Alomo ka luajtur shumicën e ndeshjeve si titullar dhe besoj se do të na ndihmojë për kualifikimin, u shpreh Qefalia.